Në Durrës u çel këtë të hënë sipari samitit 2 ditor i procesit të Brdo-Briunit, një platformë politike që bashkon liderët e Ballkanit Perëndimor dhe të 2 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, Kroacisë dhe Slovenisë. Samiti drejtohet nga presidenti Bajram Begaj dhe synon të forcojë rrjetin e bashkëpunimit rajonal, të rrisë koordinimin për integrimin evropian dhe të hapë rrugë konkrete për adresimin e sfidave të përbashkëta, si largimi të rinjve dhe mungesa e fuqisë së kualifikuar punëtore. Samiti fokusohet te temat më kritike për të ardhmen e rajonit, bashkëpunimi mes vendeve fqinje, planet e rritjes së BE-s, mbështetja për rinin dhe dinamika të reja për afrimin me Bashkimin Evropian. Pjesëmarrës në këtë samit janë udhëheqësit e Shqipërisë, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut, Bosnjë-Hercegovinës dhe Serbisë, si dhe presidentët e Kroacisë dhe Slovenisë, bashkëthemeluesit e kësaj nisme strategjike. Ceremonia zyrtare e mirëseardhjes u zhvillua me pritjen e liderëve nga presidenti Begaj, presidentja slovene Nataša Pirc Musar dhe presidenti kroat Zoran Milanović. Pas fotos zyrtare, bisedimet nisën me fjalën hapëse të presidentit Begaj në seancën plenare. Kjo është hera e parë që Shqipëria mirëpret këtë samit, i cili mbahet çdo vit që nga viti 2013 dhe konsiderohet një sinjal i vullnetit politik për të ecur së bashku drejt një të ardhmeje më të qëndrueshme dhe më të integruar, si dhe më europiane, që prej vitit 2013 iniciativa Brdo-Briuni ka shërbyer si një platformë e përvitshme ku liderët e Ballkanit Perëndimor dhe 2 vendeve anëtare të BE-s, Kroacisë dhe Slovenisë, takohen për të diskutuar mbi sfidat për të ardhmen e përbashkët të rajonit. Eventi i kaluar i këtij forumi u zhvillua në Malin e Zi, ku mesazhi kryesor ishte nevoja për të kultivuar marrëdhënie më të shëndosha ndërfqinjësore dhe për të rritur bashkëpunimin në të gjitha nivelet.